Të nderuar, në kuadër të emisionit javor të sportit me legjendat e sportit, sonde dhe të flasim kryesisht për sportin gjatë vitit 2025. Një nga vitet më të bukura dhe më të pasura me më shumë ngjarje sportive ishte viti 2025. Klubi i futbollit Shkëndija shënoi sukses historik. Së pari, fitoi titullin e 5 me radhë kampioni i Maqedonisë së Veriut në futboll, ndërsa gjatë këtij viti ka zhvilluar jo më pak se 14 ndeshje evropiane, ndërsa qershia mbitor gjithsesi se është kualifikimi në play-off apo në fazën e eliminimit në UEFA Conference League. Sukses historik ka shënuar edhe reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut në futboll. Në garat e zhvilluara në edicionin e 4 të Liga e Kombeve, arriti të sigurojë play-offin për kualifikim në botrorin e futbollit të 2026 që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, ndërsa një sukses tepër të madh ka shënuar edhe kombëtarja shqiptare, e cila gjithashtu ka siguruar kualifikim në play-off. Kualifikim në play-off ka siguruar edhe përfaqësuesja e Kosovës. Për këto dhe ngjarje tjera që kanë ndodhur gjatë vitit 2025 në lemin e sportit, televizioni Koha ka zhvilluar biseda me njerëz të njohur eminent që merren me sport, si ato analist sportiv, trajnerat të njohur dhe punëtor të sportit. Si vlerësoni paraqitjet e klubit tuaj në garat vendore dhe ato ndërkombëtare gjatë vitit 2025? Mendoj se Shkëndija bëri ndoshta edhe suksesin më të madh në historinë e klubit. Pikë së pare fitoi titullin kampion ligën e parë Maqedonisë, pastaj edhe ndeshjet evropiane ku prezantohej mjaft mirë dhe me inkuadrimin në grupet e ligës konferencë ishin ndeshje mjaft mira, ndeshje ku Shkëndija u prezantua në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe ajo që edhe në pranverë do ta shohim Shkëndijën edhe në një ndeshje me eliminim direkt, vetë fakti tregon që këto rezultate janë mjaft pozitive për klubin, për stafin, sidomos për futbollistët cilët janë edhe aktorët edhe faktorët kryesor të këtij suksesi, por mos harrojmë edhe ndikimi i sponsorit, i cili gati mbi 10 vite me radhë investon një sponsor mjaft serioz, edhe kjo krejtësi prapavija e saj edhe deri te këto suksese. Shkëndija faktikisht neve na zbardhi fytyrën në garat ndërkombëtare. Tani, për kampionatin vendor, unë shoh në ngritje e sipër Vardarin, që besoj se do të ketë konkurrent kryesor për titullin kampion, dhe të urojmë që Shkëndija edhe në fund të nash probleme me sukses kampion i Maqedonisë. Thash se me të vërtet do të thënë diçka e papritur është për Shkëndijën në garat ndërkombëtare, po edhe për dritën e Gjilanit. Ekipat që të shtuan në kampionatin gjysmëvitorit vjeshtor, ajo tregon që këto nuk kanë pas arsye të vazhdueshme dhe edhe ajo tregon fakti që ata veç me ku të shtojnë në këtë gjysmë sezon, dhe normal që tregohet ajo që ku ka kvalitet, ku ka besoj që të themi një fjalë që janë ekipat më të organizuar, dihen ekipat që gjithmonë janë që arrin 3-4 vendet e parë, janë më të organizuar, dhe me këtë tregojmë se ato nuk kanë një projekt apo të them më saktë nuk kanë necuri, nuk ka normal që s'kanë necuri në këtë gjysmëvitore, se pa projekti nuk mund të kesh ato necuri ato necuri, dhe prandaj janë të befasuar dhe nuk kanë rezultat këtë gjysmë sezoni. Sa i përket sistemit VAR, është një sistem VAR që për e parë në Maqedoni implementohet dhe besoj se edhe ajo do kohën e vetë për të jenë më profesionalist në këtë sistemin VAR që thënë, po besoj në të ardhmen se do të jenë më profesional ato do të jenë, dhe besoj që nuk do të kemi probleme në të ardhmen. Se kjo është sistemi VAR, nuk është brenda ditësh të rregullohet brenda muajit, po neve do të presim, do të japim kohë që ato në të ardhmen të jenë edhe më preciz dhe të vazhdojmë
tamam siç i ka hije një sistemi të varë si në kampionatet tjera. Po unë besoj në këtë sistemi varë që ato do të përmirësojnë në gjithë aspektet se duhet kohë ato që të implementojnë sistemin varë më precis. Se përket vitit 2025, do me thënë, mund të vlerësoj si një vit shumë të suksesshëm përgjithësi, për shkak se pas një pauze 3 vjeçare ne u shpallëm përsëri kampion, do me thënë rikëthyem titullin në Tetov, pastaj kishim edhe një aventur me të vërtet të mirë sa i përket ndeshjeve evropiane, kurse pakënaqësia ime e vetme është kampionati ku besoj që mbas asaj parashikimeve që kisha unë duheshte të jemi dikon të 3 apo 5 pikë më tepër, duke marrë parasysh kundërshtarët tonë, konkretisht ekipin e Strugës dhe Vardarit, për shkak se për dallim nga viti kaluar ku ekipet ishin më të ndjeshura dhe numri i pikëve ishte më i vogël, këtë vit ato kanë më shumë pikë dhe ne si skuadër që pretendojmë për titullin duhet që minimalisht kemi 3 apo 5 pikë më shumë që të jemi më afër këtyre dy skuadrave në luftën për titullin kampion. Kurse përket Kupës Maqedonisë, ne pavarësisht se për dallim prej gjithë skuadrave tjera ne kishim kundërshtarin më të fortë kundër Tikveshit, ne kaluam dhe në këtë aspekt jemi brenda objektivave. Kurse kampionati është për momentin shqetësimi im i vetëm, por duke marrë parasysh që në pranverë janë për të luajtur edhe 17 xhiro, unë besoj që ne kemi kapacitetin dhe forcën që të rikthehemi në luftën për titull dhe të luftojmë deri në xhiron e fundit. Sigurisht për ne është një kënaqësi e veçantë që klubin ton Arsimin ta shohim në këto pozicione ku sigurisht është fal mundit, dëshirës, angazhimit, përkushtimit të gjithë neve të cilët po jemi mbledh në atë amblem që për ne është diçka shumë e shenjtë. Sigurisht meritat më të mëdha u takojnë lojtarëve tanë të cilët nuk kanë kursier asgjë nga vetja e tyre në procesin stërvitor, që pastaj në ndeshjet pastaj zbatohet shumë më lehtë. Sigurisht kemi pas përkrahje të vazhdueshme edhe nga diaspora jonë nderuar, të cilët duhet t'i falenderoj përzemërsisht nga televizioni juaj, kryesinë për mbështetjen që na ka dhënë, por thash edhe stafin tim të mrekullueshëm të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, sepse ki trekënsh ka funksionuar në mënyrë perfekte dhe jo rastësisht janë edhe këto rezultate. Po ne kemi qenë debutues në këtë ligë, ka qenë diçka e re për ne dhe ne kemi treguar se nuk jemi frigu, por përkundrazi jemi shfaq në mënyrë dinjitoze, kemi pas rezultate shumë të shkëlqyera, ku mund të theksojmë disa edhe nga të avantazhe jemi kthi, që tregon se lojtarët tanë kanë treguar një karakter të jashtëzakonshëm, atë të cilin e kemi kërkuar edhe ne, sepse futbolli nuk mund të fillon çdo herë të konvenon te rezultati. Prandaj ti duhet me dhënë maksimumin, duhet me koncentru, duhet me besu dhe fal Zotit, domethënë kemi kaluar edhe një sezon pa lëndime të mëdha që janë shumë faktorë rëndësishëm futboll dhe ne jemi shumë të kënaqur që Arshimin e shohim në vendin e 5. Viti 2025, si vitet e fundit të aktivitetit, kemi shumë rezultate të mira, kemi pak probleme në pjesëmarrjen më masive të fëmijëve në procesin stërvitor, është një mos interesimi i prindve dhe fëmijëve, përndryshe jemi mjaft të kënaqur me të atyre fëmijëve që vinë dhe angazhohen në atletik. Realisht, në vitin 2025, rezultatet e klubit Kamjani janë përputhje me pritshmëritë tona. Gjatë kësaj sezone, duhet cekur se në kategorinë e pionerëve të rinj, në garat ekipore që mbajnë në Maqedoni, jemi renditur në vend të ditë edhe tek vajzat, edhe tek djemtë. Në Kupën e Maqedonisë për pioner, gjithashtu jemi renditur klubin në kategorinë e djemve në vend të ditë, ndërsa tek vajzat në vend të tretë. Në rangimin e klubit total për juniorët të ri, klubi jon është renditur i treti që është në përputhje me pritshmëritë tona dhe kjo na gëzon shumë neve. Duhet sikur se tash kemi edhe di atletët e përzgjedhur në Maqedoni, di atletët që bëhet përzgjedhje nga Federata e Atletikës, ku janë shpallur si sportistë më të mirë në atletik. Gjithashtu janë edhe
të kategoria e djemve edhe të kategoria e vajzave në moshën U14. Kjo flet shumë për përkushtimin, për punën serioze dhe potencialin e atletëve tanë. Po, gjithsesi, viti 2025 nuk kaloi ashtu siç planifikuam, apo siç pritëm që të arrijmë rezultate më lakmuese. Do me thonë, nëse koncentrohemi vetëm për sezonin vjeshtor të këtij sezoni, pra të vitit 2025, unë as pak nuk jam i kënaqur, as me rezultatet, as me angazhimin e lojtarëve tonë. Pra është një dështim total i këtij sezoni, që mendoj se duhet të jetë mësim apo shkollë për ne që kjo mos të përsëritet sezonet tjera. Besoj se vitin e ardhshëm do të mundohemi që t'i përmirësojmë këto gabime. Ne ekipin e kemi në moshë të re, po pa marrë parasysh nuk është arsye tim që këto rezultate të mungojnë, edhe pse kemi edhe përforcime, gjithsesi edhe ato janë të moshës së re, pra janë të ri. Mirë po, as pak përfundimisht, as pak nuk jam i kënaqur me rezultatet edhe angazhimin e lojtarëve sa i përket ekipit parë të klubit voleybollit Shkëndija, kurse po që se bëjmë një këndvështrim të ekipeve të moshave rinore, aty ndron situata dhe të gjithë jemi të kënaqur se kemi arritur rezultate jashtëzakonisht mira edhe me kadetët edhe me juniorët tanë, pra me të dy ekipet ku bëjmë gara në ligat përkatëse, dhe të luajmë në qerek finale në play-offit të ligës të rive, dhe besoj se edhe kadetët edhe juniorët tanë kanë gjasa reale që të hyjnë edhe në gjysmë finale, po pse jo edhe në finale. Pra, sa i përket punës me të rinj, unë jam plotësisht i kënaqur dhe besoj se për një vjet dy Shkëndija do të ketë një gjenerat jashtëzakonisht mirë, edhe këtu publikisht duhet të falenderoj zëvendësit e mi, apo ato që janë të angazhuar me punën me të rinj, ish voleybollistët tanë, pra zëvendësit e mi, Besim Rezha dhe Mensur Hamza, që punojnë jashtëzakonisht mirë, sigurisht se në mbikëqyrjen time, po e bëjnë punën maksimalisht mirë dhe ajo punë e tyre jep edhe rezultatet e kënaqshme. Po që se krahasojmë me sezonin e kaluar, të rinjt tanë mundoheshin të fitojnë një set, kurse ne erdhëm në pozitat shumë lakmuese që tani i fitojmë ndeshjet dhe do të marrim pjesë në çerkfinalet e ligave të të rive. Paraprakisht deshta të përmendë edhe faktin që para se të përgjigjem kësaj pyetje tuaje, është një rezultat lakmues edhe me veteranët e klubit voleybollit Shkëndija. Pra, për herë të parë ne morëm pjesë në këto gara të organizuara në kuadër të Federatës Voleybollit Maqedonisë Veriut, dhe ekipi i Shkëndijës doli luajti në finale dhe fitoi vendin e dytë, që është një sukses jashtëzakonisht i mirë, ku besoj se në të ardhmen me rikomponimin e ekipit, pra mund të na bashkangjiten edhe lojtarë tjerë siç janë Abila Jeti edhe Naima Bazi, që ky rezultat të ngritet në një nivel edhe më të lartë, pra të bëhem edhe kampion, që ka një simbolikën e vetë, që klubi voleybollit Shkëndija me traditën që ka, me historikun e vetë, ka prodhuar lojtar jashtëzakonisht mirë në ligën e Maqedonisë Veriut, dhe besoj se ky është edhe një rezultat i asaj pune të para do me thënë gjeneratave tona, duke filluar prej profesor Miftar Ziverit e Këndej. Mund të them lirisht se paraqitja e klubit apo rezultatet gjatë vitit 2025 kanë qenë të shkëlqyera.
por nuk mund të them që ajo e më parshmja para ca viteve ku kishim rezultate evropiane, tani nuk është ajo, por mund të them se këta rezultate unë i prisja këtë vit për të bërë një hap para edhe vitin e ardhshëm. Domethënë, Erdogan Aziberi dhe Isa Elmazi u kualifikuan për në kampionatin evropian që do të mbahet në shkurt të vitit 2026. Është një rezultat bukur i mirë, që do të thotë klubi Karates Fati do të prezantojë vitin e ardhshëm me 2 antar të shkëlqyer që edhe presë rezultate të mëdha për shkak se janë të pjekur për të bërë më tepër se sa unë që pres. Kupa botërore organizua këtë vit për të rinj në Venecia, ku morën pjesë mbi 70 shtete botërore, ku është një eveniment jashtëzakonisht i madh dhe pjesëmarrëse shtete që janë shumë të mira në sportin e karates. Po ashtu Isa Elmazi në kampionatin ballkanik që u mbajt në Rijekë këtë vit u plasua në vend 3 në kategorinë e tij të kadetëve minus 70 kg. Jo rastësisht pak para përmenda që janë të pjekur që vitin e ardhshëm Erdogan Aziberi si kampion e shtetit në U21 dhe kampion e shtetit në seniore, dhe Isa Elmazi kampion shtetit dhe fituesi disa evenimenteve, manifestimeve apo turnireve të mëdha që janë mbajtur në vend dhe në region, pres rezultate të shkëlqyera vitin e ardhshëm. Si vlerësoni rezultatet e klubeve në garat që organizohen nga federatat sportive të futbollit, voleybollit, atletikës, karates, por edhe shoqatat bjeshkatare? Mendoj se një ndër vendimet më të mira edhe për të përshëndetur të kësaj federate është edhe implementimi i sistemit VAR. Unë jam pro VAR-it për arsye se futbolli me sistemin VAR është më i drejtë. Mendoj që normal gjatë implementimit të sistemit VAR kishte probleme të vogla, është normale që edhe në fillimet e saj edhe në Champions League edhe në Premier League sistemi VAR kishte probleme të veta, por unë mendoj që me kalimin e kohës implementimi i sistemit VAR këtu në vendin tonë do të jetë ende më i mirë se që sa është për momentin. Mendoj kam fjalë pozitive dhe jam pro sistemit VAR, ndërsa sa i parket pjesës vjeshtore të kampionatit në ligën e parë, parafërsisht janë rezultate të pritura, ndoshta Shkëndija është pak më mbas për arsye se ato ishin më të koncentruar nga garat evropiane, diferenca nuk është shumë e madhe, Vardari ka bërë një kampionat mirë, aty afër është edhe Struga, ndoshta Sileksi nuk është ajo që pritet, është pak më mrapa me pikë, por në pranverë na pret një kampionat mjaft interesant. Kemi edhe 2 klubet do të thoya debutante në ligën e parë. Arsimi ka bërë një kampionat mjaft mirë me futbollistë shumë të rinj, me futbollistë shumë teknik, të cilët kanë bërë një futboll mjaft mirë gjatë këtij kampionati. Edhe bashkimi, fillimi i sezonit për bashkimin ishte mjaft pozitiv, por mendoj që edhe bashkimi edhe Arsimi deri në fund kampionatit do jenë pozitat e mesme, apo pse jo edhe më lart në tabelën e klasifikimit. Ndoshta Tikfeshi nuk është ashtu si duhet, por to janë ekipe të cilët do të kenë fjalën kryesore gjatë këtij kampionati. Unë për sa i përket sistemit VAR, jam pak skeptik për sa i përket asaj për perëndimin, për Angli e këto kampionatet e zhvilluara të futbollit. Për kampionatin ton të Maqedonisë, mendoj se do të ndihmoj për shkak të presioneve që u bëhet ekipeve mysafire, për shkak të animit të referve mbi atë 5% që themi e lejuar të ndihmojë tash, do të thënë vendasve, tash do të thënë këtu me siguri do të jetë pak më ndryshe, që edhe mysafirët do të ndjehen më komod. Do të thënë edhe ato do të jenë më të lirë të tregojnë futboll të mirë. Në fazës paraditore, ekipi do të starton më 5 janar, do të jetë vullnimi i parë. Në fakt ato vetë që kanë marrë ato udhëzimet nga stafi teknik që janë duke i përgatitur si çdo futbollist individualisht. Dhe këtu do të qëndrojmë për gati 2 javë, ose nga data 17 janar ne do të lëvizim për në Antalya të Turqisë, ku atje para pa edhe 4 ndeshje miqësore për të pa nga afër ekipin, për të pa formën e tyre.
Dhe besoj se do jenë normal që kushtet atë jenë më të mira për shkak klimës dhe do të qenë atë për gati 2 javë. Dhe pastaj do të kthehemi në Maqedoni, ku atë këtu janë para edhe një ndeshje miqësore që të jenë para kampionatit. Dhe besoj se do të jenë përgatitur të nivelit dhe besoj se do të jenë në formën që të mbajnë formën futbollistët tanë. Patjetër, është një risi e bukur sa i përket sistemit VAR dhe vështirësia është e madhe të gjithë aktorët, duke marrë parasysh futbollistët, neve, trajnerëve, stafeve teknike, pastaj edhe arbitrave, pastaj edhe publikut, për shkak se ballafaqoheshim me diçka e cila nuk ka qenë tradit në ndeshjet tona. Pastaj ka të bëjë shumë edhe infrastruktura sportive, gjithsesi stadiumet dhe normalisht 6 mujori i parë se përket sistemit VAR, unë do doja ta shpall si të suksesshëm, pavarësisht disa pengesave, por ato pengesa kryesisht varen edhe nga vlerësimet e arbitrave, se si e shohin ato situatën. Unë jam i mendimit se edhe atyre duhet kohë derisa të adaptohen mirë me sistemin VAR, dhe normalisht kam shpresë se me kalimin e kohës dhe me përmirësimin edhe kushteve për lojë, për shkak se për hir të vërtetës nga 16 ndeshje zhvilluara ne zhvillojmë 6 ose 7 ndeshje në kushte jashtëzakonisht shumë të këqija dhe kjo e vështirëson punën për të gjithë, edhe për arbitrat, edhe për sistemin, edhe për diçka tjetër, por duke shpresuar që punët do ecin nga e mira, unë duhet të përshëndes vendosjen e sistemit VAR dhe normalisht edhe aplikimin e teknologjisë më të re. Po realisht duhet është një pozitivitet shumë i rëndësishëm për garën tonë, sepse unë mendoj se VAR-i e ka bërë punën e vet, edhe pse ka pas disa vështirësi, për shkak se për herë të parë është implementuar, që besoj në vitet e ardhshme me siguri do të përforcohet. Ka bërë punë të jashtëzakonshme, mendoj që nëse nuk do ishte VAR, besoj se këto rezultate nuk do të jesin në shumë ndeshje. Ka pas ndërhyrje ke secila ndeshje, që besoj se kanë qenë shumë vendimtare në rezultat. E them mos ishte VAR-i, unë besoj se nuk do ishte kjo rënditje tabelare, nuk do ishin këto rezultate jo vetëm për ekipin tonë, por edhe për shumë ekipe tjera. Ka pas raste kur në ndeshjet tona ka ndërhyrë VAR-i, po ka pas ndeshje që edhe në ndeshjet për kundërshtarin ka ndërhyrë VAR-i, domethënë ka pas, unë mendoj se një fair play. Sigurisht jam shumë i kënaqur që kjo për herë të parë u zbatu këtu në ligën tonë, që besoj në të ardhmen me siguri federata do marrë edhe hapa më të rëndësishme që me përshpejtu ose me dhënë sinjale shumë më pozitive, tu mund të jetë vetëm një vërejtje vogël sepse në ndërhyrjen VAR shumë kohë merr referve derisa analizojnë, derisa e vendosin. Pastaj humbet filli i garës, domethënë intensiteti, tempoja. Prandaj në këtë rast unë besoj se me siguri federata i ka pa këto vërejtje që besoj se në të ardhmen do t'i përmirëson dhe që dal ngadal ekipi që është më i mirë të fiton dhe VAR-i ta bërë punën e vet. Mendoj se befasia e kampionatit do të dalë tash pak prej modestisë, mund të jemi ne si ekip, që shumë ekipe na kanë llogarit si ekip që vin prej Ligës ditë, ku nuk kemi pas përvojë, ishte diçka herë e parë për ne, por mendoj se ne me shumë dinjitet dhe me shumë vetbesim jemi qasë secilës ndeshje dhe kemi dhënë maksimumin. Besoj aty është tabela, domethënë ekipet të cilët pretendojnë kampionatin janë në garë, ekipet të cilët dëshirojnë qëndrimin në ligë, si ju e dini si fjet tash edhe sistemi i garimit ka ndryshuar. Domethënë 3 ekipe me automatizëm bien nga kategoria, 2 ekipe do të ndeshen në play-off dhe kjo është qëllimi i gjithë ekipeve, domethënë ti largohen kësaj zone. Këtu padyshim duhet me theksu, domethënë pozitiviteti i ligës tonë është domethënë pjesëmarrja e klubit futbollistik Shkëndija në Conference League në garat evropiane, por pak më zhgënjyese ose më dëshpëruese është për shembull situata e KF-Shkupit për të cilën ne nuk dëshirojmë të jetë në atë gjendje, sepse është një ekip me shumë emër, me shumë traditë, ka një tifozëri të mrekullueshme, por këto janë momente që futbolli ka prezent, duhet të kapërcehen, duhet gjenden forma, module që të mundet të ngriten edhe ato. Përndryshe ekipet tjera mendoj se lart poshtë janë aty ku e takojnë. Do rezultate modeste, të cilat nuk ja vlen për asnjënin me i cek, pjesëmarrje vetëm, ndonjë rezultat kulminant, jo. Pra kjo është si rezultati mos financimit dhe
mos ndihmës nga ana e shtetit edhe në federata, po edhe në klube. Po realisht në bazë të kalendarit 2025 nga federata janë mbajtur të gjithë garat, ku klubi jonë gjithashtu ka qenë pjesëmarrës në të gjithë garat, duke u nisur nga më të vegjël deri tek seniorët. Po ka qenë një vit i suksesshëm, edhe shpresojmë që edhe kështu të vazhdojmë edhe në vitin 2026. Në sezonin vjeshtor, gështim total do ta quaj klubin e voleybollit Shkëndija, që të gjithë ato që e njohin voleybollin, që ndjekin voleybollin, habiten me rezultatet tona, derisa ne humbim nga Strumica pra kampioni aktual me rezultat 3-2, do me thënë shumë për pak ndoshta edhe do ta fitonim kampionin e Maqedonisë, por në lojat në ndeshjet tjera që duhet të luajmë më mirë edhe të fitojmë rezultatet mira, ne dështonim. Këtu mund të përmend dështimin ton ndaj Universitetit Tetovës, ndaj Sushevës, ndaj Lirisë së Zhërovjanit, që automatikisht direkt ndikuan që këto rezultatet tona të jenë të dobta dhe mos të kualifikohemi në play-offin përfundimtar. Sa i përket dështimeve, sipas kualitetit të ekipeve, pra dështim negativ apo habitës janë rezultatet e klubit voleybollit Shkëndija, ku marr edhe përgjegjësinë personale që jam edhe përgjegjës për këto rezultate. Sigurisht se lojtarët tanë kanë përgjegjësinë maksimale, mirë po përgjegjësia na bjen edhe neve. Kurse sa i përket asaj që ndoshta bënën surprizë në rezultatet e kampionatit vjeshtor, do ta përmend ekipin e Sushevës, pra bëri një surprizë që hyri në gjashten e parë, kurse ekipet tjera relativisht kanë rezultate përkatëse, vetëm Susheva na zaventsoi neve, pra ne dështuam, kurse ato bën rezultat më të mirë dhe u plasuan në gjashten e parë. Parafërsisht këto janë mendimet e mia personale, po besoj se edhe gjithë tjerët pajtohen me këtë mendim. Nuk është ajo që presim, edhe unë si drejtor edhe federata edhe klubet po ashtu punojnë që të fitojnë rezultate ende më të mira në nivel evropian dhe botëror. Por jemi bindur që të gjitha klubet janë duke u përgatitur dhe që vitin e ardhshëm të kemi rezultate edhe më të mira. Këtë vit nuk ishte ajo që duhej në nivel evropian dhe botëror. Ballkaniku dhe këta nivele pak më të ulta kanë qenë të mira me rezultate, por jo ajo që duhet të jetë. Jo, nuk janë rezultatet e mira siç kanë qenë para ca viteve. Andaj shpresoj që klubet tona në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të punuar maksimalisht, janë trajner kualitativ dhe pres që vitin e ardhshëm të kemi rezultate më të mira. Ka talent të mirë dhe punëtor të mirë, kështu që presim nga Çiproja që fillon në shkurtësi kampionat evropian dhe botërori, po ashtu që na pret për kadet dhe junior U21, kështu që mendoj vitin e ardhshëm do të kemi një vit mjaft të suksesshëm. Unioni Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare këtu në Maqedoni para disa ditë dhe kishte kuvendin ose takimin e përfundvit dhe u bë një analizë përgjithshme aktiviteteve tona gjatë këtij viti që po lëm pas. Pa diskutim se vlerësimi ynë është në përgjithësi se ishte një vit i suksesshëm, ose do të thënë mjaft i suksesshëm, nga se arritëm që të realizojmë të gjitha aktivitetet e parapara në program, dhe mund të lirisht të themi edhe disa aktivitete që nuk i kishim parapara në program, si që ishte marshi i paqës Vllasa 99, aktivitet i cili gjet një përkrahje të jashtëzakonshme edhe nga mediat edhe nga qytetarët ose
në përgjithësi popullata shqiptare si këtu në Maqedoni dhe në Kosovë. Gjithashtu aktivitetet tona që ishin planifikuara, arritëm që të ketë një masivitet ku shifra e pjesëmarrësve në çdo aktivitet që organizoi Unioni i Shoqatave Bjeshkatare ishte nga 250 deri në 450 pjesëmarrës, që do thotë se jemi të kënaqur për aktivitetet tona. Aktivitetet vazhdojnë normalisht. Pa diskutim se do të vazhdojnë. Këtu mos harroj të përmendim se për herë të parë nga themelimi i Unionit të Shoqatave Bjeshkatare arritëm që si vetë përthithim mjete financiare nga institucionet shtetërore, përkatësisht këtë rast nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësiror, ku me mjetet të kësaj ministrie Unioni i Shoqatave Bjeshkatare bëri shënimin e 2 shtigjeve këtu në Maqedoni, edhe atë një shteg u shënua nga fshati Novosel deri në te liçeni i Bukovinës dhe shtegu tjetër nga Matka deri në te Maja Rasa. U shënuan këto shtigje, do thot me tabele informative. Sipas juve, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme në lëmin e sportit që kanë rëndësi dhe të arritura më të mëdha në sportin gjatë vitit 2025? Tani e përmendëm fillim përveç suksesit të Shkëndijës edhe implementimit të sistemit VAR, edhe këto janë ngjarje shumë të rëndësishme për futbollin, sidomos këtu në rajon. Mendoj se të 3 ekipet edhe reprezentacioni i Maqedonisë, i cili do të luajë kundër një kundërshtari shumë të fortë siç është Danimarka në terrenin vendas të Danimarkës, edhe kombëtarja shqiptare do të luajë kundër Polonisë, edhe ajo do të luajë në Poloni, do të jetë shumë e vështirë, edhe reprezentacioni i Kosovës do të luajë kundër Slovakisë. Të 3 ekipet normal që nuk janë favorite, në këto ndeshje nuk ka favorit, por gjasat do jenë 60-40 për të 3 kombëtarët, për arsye se të 3 kombëtarët cilët i kanë kundërshtar, këto ekipet janë kundërshtar të fortë, kundërshtar me mjaft përvojë me futbollistë cilët luajnë në ekipe mjaft të forta evropiane, por unë mendoj se në një ndeshje futbolli gjithçka është e mundur edhe të shpresojmë që të na gëzojnë të 3 kombëtarë. Vetë kualifikimi për në play-off për këto 3 kombëtare është një sukses hoxha i madh. Tani, përsa i përket play-offit, një herë e para të 3 këto ekipet tona luajnë jashtë. Dhe nuk ka lojë kthimi, luhet vetëm me një lojë, dhe edhe nëse e kalojnë rundin e parë, do të thënë lojën e parë, shumë pak gjasat janë që të kalojnë edhe rundin e dytë, ku në rundin e dytë vinë ekipe me kualitet më të lartë, qoftë Turqia ose Ukraina, ose që shpresoj se do t'jenë, që janë mbi nivelin e lojrave të asaj që tregojnë Shqipëria, Kosova, po edhe reprezentacioni i Maqedonisë. Cila kombëtare ka më tepër gjasa? Më tepër më duket se ka Kosova, por përsëri them një pikpyetje e madhe, se çfarë do të ndodhë mbas lojës së parë. Edhe nëse kalon, do të thënë play-offin në lojën e parë, në lojën e dytë do të ngeqin edhe të 3 me kalon në rundin e parë, në të dytin shansat janë shumë vogla. Ngjarjet e 2025 në si të besojmë, ka pas ndeshje të interesante në kampionatin tonë, normal që i pas neve ndeshje të bukura, që kemi pritur, që kemi pritur ato ndeshje dhe ka pas ndeshje të bukura, ngjarje shumë të bukura, sidomos ndeshja e fundit që ka qenë në Kavadarës atje, po ka qenë një që skuadra është paraqit shumë mirë në ato kushtet që s'ka pas kushte për ndeshjen. Ajo ishte për kushtet për pjesëmarrjen e kampionatit botror që janë në play-off, si Shqipëria, si Maqedonia, si Kosova. Ajo është gjë e bukur ku me të vërtet ajo është një sukses i madh për të 3 shtetet që marrin pjesë në play-off. Por në futboll, në fakt ato i kanë kundërshtarët e fortë i kanë, por në futboll mund të çdo gjë dhe që mund të kualifikohen. Po ato të lajmë kohës dhe të shohim në muajin e mars ku i kanë kualifikimet dhe atje dhe shohim racionin e tyre për më tutje. Janë arritje shumë të mëdha, të jemi sinqert, si nga ana e Maqedonisë, si nga ana e Kosovës, po ashtu edhe Shqipërisë, për shkak se të marrësh pjesë në play-offin për kampionatin botror është diçka e madhe si arritje, pavarësisht se në letër ndaj kundërshtarëve të cilët do ballafaqohen jemi në një situatë ku nuk jemi favorit, por unë shpresoj që
me punën ekipore, me motivin e jashtëzakonshëm, besoj se njëra, dy apo shpresojmë edhe 3 skuadrat do ishte diçka e jashtëzakonshme, por do të jemi gjithmonë edhe në dëshira dhe edhe në parashikimet që bëjmë do të jemi të maturuar, kemi të bëjmë me kundërshtar shumë fuqishëm, por futbolli është i bukur për shkak se jo gjithmonë ai që është favorit në letër fiton dhe mendoj që futbolli është sporti ku konkretisht një skuadër e cila është më e dobët, mundësia për të fituar një skuadër më e dobët ndaj një skuadër më të madhe, futbolli i ka mundësitë më të mëdha. Dhe për atë besoj që është edhe më interesant, është edhe më i shikueshëm. Po unë theksova dëshoj edhe një herë ta them këtu pak në mënyrë detajuar, domethënë për ne si shtet, domethënë klubi futbollistik Shkëndija na ka prezantuar në mënyrë dinjitoze në garat evropiane dhe është një sukses shumë i madh për vetë klubin një herë, por besoj edhe për ligën të cilën e përfaqëson, për futbollin vendor. Kvalifikimi i tyre në fazën e play-offit, domethënë është një sukses historik që besoj se me shumë dëshirë dhe me shumë sakrifisa kanë arritë ato të gjemë stafin së bashku me kryesin dhe inshallah kanë sukses edhe në vazhdimsi. Por këtu do të veçoj edhe garat në kampionat, domethënë Republika e Maqedonisë, e Kosovës, por edhe ajo e Shqipërisë janë në një situatë kur mundet të bëjnë një hap më tepër në kualifikimin botrorit 2026. Besoj se do jetë e vështirë, por jo pamundur. Besoj se kanë kohë mjaftueshëm deri në mars derisa i kanë ndeshjet që të mund të analizojnë kundërshtarët e tyre, kanë realisht, jemi sinqert, kundërshtarë të vështirë, por si që thash fillim, jo e pamundur. Duhet besojnë fuqishëm, kanë kohë të përgatisin ndeshjen, të analizojnë ndeshjet, gabimet e tyre që pastaj mundet të kenë një sukses për të cilën do krenojmë gjithë ne. Mendoj se rezultatet më të mira janë bërë në futboll, ku 2 reprezentacionet apo kombëtarët e Kosovës dhe e Shqipërisë u kualifikuan në preliminatorët e botrorit, është një arritje historike dhe megjithatë kishtim edhe Shkëndijën, ekipin e Tetovës, e cila e mori flamurin ta përfaqësoje pjesën e futbollit shqiptar në gjithë trojet dhe me rezultate të mira, duke u kvalifikuar edhe ajo në preliminatorët e ligës të evropiane. Sipas te, cila kombëtare ka gjasa më tepër të kualifikohet në botror? Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Mendoj se më afër kvalifikimit është Shqipëria, më saj vjen Kosova, po këto janë vetëm supozime dhe ndoshta fonton dëshirash e imja. Mirë është të kvalifikohet njëna, po me u bë të dyja më mirë, të treja edhe më mirë. Të arriturat më të mëdha kuptohet se janë në për konkurenca më të mëdha siç janë garat evropiane, ligës së tretë, ku Federata Atletike e Maqedonisë ka marrë pjesë në Maribor të Slovenisë. Atje ka parafërsisht më duket se 4 rekorde shtetërore, ka rekorde personale shumë edhe kjo flet për një zhvillim në kontinuitet të atletikës. Dhe shpresojmë që edhe klubi të bëhet pjesë e të këtyre arriturave dhe të vazhdojmë në këtë rrugë edhe ne. I bashkangjitemi federatës, të jemi pjesë e federatës edhe shpresojmë edhe për më tepër. Për mua personalisht, ngjarje më e rëndësishme dhe më mbresdhënëse janë rezultatet e klubit futbollit Shkëndija. Pra, klubi futbollit Shkëndija në historikun e vetë për spari herë u kvalifikua në ligat evropiane, pra në ligën e Conference League, dhe është një sukses jashtëzakonisht i madh që duhet përshëndetur dhe duhet ndjekur këto hapat të klubit futbollit Shkëndija, pra klubi futbollit Shkëndija si motor e klubit voleybollit Shkëndija, pra ne jemi një familje. Dhe mua më ka gëzuar ky sukses, sigurisht se ka dhe ngjarje më të mëdha evropiane botnore, mirë po për mua personalisht ky është suksesi më i madh apo surpriza më e madhe që ka ndodhur në vitin 2025. Surpriza them thojza në kuptim pozitiv.
dhe kualifikimi I kombëtarëve në play-off. Po sigurisht, hapi dytë është, për mua Shkëndia ka një vlerë më të madhe, po sigurisht se edhe kualifikimi klubeve të futbol, federatave të futbolit apo reprezentacionit të futbolit të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në play-offin apo play-outin e thënë për kupën botërore. Këto parafërsisht këto do të jenë rezultatet më të mira apo më surprize për mua edhe më të kënaqshme që mua më kanë bërë të ndjehem I lumtur për këto rezultate. Nëse flasim në përgjithësi, Shkëndia, edhe si tetovar unë, edhe si sportist, mendoj që ka arri një sukses, një histori e veçantë për sportin shqiptar, u kualifikuan në Conference League, jo që u kualifikuan për treguan seriositet të madh, një disiplinë të madhe gjatë të gjitha lojrave, jo rastisht edhe fituan, mos gabofsha 7 pikë të fituara, plus asaj jemi edhe një hap para që na pret vitin e ardhshëm. Po ashtu kemi Shqipërinë, Kosovën për të kualifikuar vitin e ardhshëm në botëror, kështu që pres që viti I ardhshëm në të gjitha sportet të jetë I suksesshëm. Duke filluar nga sporti karates ku unë marr pjesë atje, edhe futbolli po ashtu është duke ndriçuar. Teleshikues të nderuar, në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha, të gjithë shikuesve të televizionit ton, uroj vitin e ri 2025, ndërsa betimi me shpresë që gjatë vitit 2026 sukseset sportive të jenë edhe më të mëdha.